ngushëllimet e mia më të sinqerta familjes që sot ka humbur vajzën. Dhe të gjithë atyre personave që e kanë njohur nga afër edhe janë prekur nga kjo ngjarje tragjike, ashtu sikurse edhe jemi prekur ne, thellësisht si qytetar dhe si njerëz të një shoqërie që me sa duket bëhet gjithmonë edhe më e dhunshme dhe raste të tilla ndodhin her pas here, ne kemi një lloj reagimi aktiv në momentin që shokohemi nga këto ngjarje, po me sa duket nuk bëjmë mjaftueshëm për t'i parandaluar. Kthehem tani tek pyetja jote, a ka dhuna shenja që i paraprin asaj? Është një pyetje shumë e vënd edhe me rëndësi për t'u cekur, sepse duhet kemi parasysh që akte kaq të forta dhune që i marrin jetën një gruaje nuk fillojnë papritur dhe nuk shpërthejnë në mënyrë të menjëhershme për arsye banale, sikurse citohet shpesh herë nëpër lajme apo nëpër rubrika që informohet opinioni publik për krimin. Ky është një moment që dhuna përshkallëzon në një fazë përfundimtare të saj, po ju siguroj një gjë që dhuna në të gjitha rastet, përpara se të ketë një konfrontim fizik, fillon fillimisht me dhunën psikologjike, ku gruaja zhvlerësohet, poshtërohet në përkëmbet në familje, trajtohet si një njeri që nuk ka vlera, që askush nuk e vlerëson mendimin e saj, privohet nga liritë edhe të drejtat, nuk i lejohet shpeshherë të shkojë në punë, nuk i lejohet të ketë një rreth të vetin shoqëror, nuk i lejohet të shkojë madje as tek familjarët e saj pa lejen e burrit. Këto janë hapat fillestare, hapat e dhunës psikologjike që mbasi gruaja është izoluar dhe është bindur që është krejtësisht e vetme dhe nën pushtetin e burrit, fillon pastaj shtohet edhe përshkallëzohet në dhunë fizike.